zgjedhjeve të brendshme që i pat dhe atyre që ka ndodhen, shpresoj të ketë numrat në radhë parë. Du më pyet për seancën konstitutive edhe për bisedimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A është zhvilluar ndonjë bisedim edhe çka pritni prej së enjtës, a ka potencial që me u zgjedh edhe qeveria edhe presidenti me kryqëzhtja e zgjedhjes së presidentit të enjtë në një bashkëpunim me LDK? Pse jam unë ndjeni, deri tash nuk është zgjidh, edhe nuk është zhvilluar asnjë diskutim. Ajo që ka thënë kryeministri Pardje, e dini edhe vetë që tek ne vullneti ekziston, për më tepër vullneti për mos më shku në zgjedhje është shumë i madh, sepse rezultati është i njëjtë që 3 palë zgjedhje nacionale, një gjë nëse do të ketë zgjedhje të konstituimit kuvendit, qeverisë, presidentit, kjo natyrisht që varet pastaj prej bisedimeve të ardhshme që do të jenë në mes lëvizjeve vendosë dhe partive opozitare që do të zhvillohen në ditën e vijim. Nuk mund të them nëse ka vullnet për shkak të deklarata publike, jo të çështjeve të tjera që ne kemi dëgjuar, po edhe në deklarata publike të sidomos të PDK-s, që prej ditës parë ka thënë që ne jemi në opozitë dhe nuk do të jemi pjesë e zgjedhjes presidentit, ndërkaq LDK-ja pas zgjedhjeve të brendshme që i pat dhe atyre që ka ndodhen, shpresoj të ketë numrat në radhë parë, sepse ju e dini që LDK-ja ka 18 deputet dhe nevojitin fiks 18 deputet për me zgjidh presidentin dhe është një rrezik i madh shumë.